Përshëndetje miq, mirë se erdhët në episodin e radhës të podcastit Nga t'ja nisim. Me ne sot në studio është Gentian Muça, ish kapiteni i Tiranës, i cili do të ndajë me ne rrugëtimin e tij brenda dhe jashtë fushës, arritjet e tij profesionale si dhe vlerat që ka shoqëruar deri më sot. Gentian, faleminderit që pranove ftesën dhe je me ne në këtë podcast. Faleminderit juaj për ftesën, me kënaqësi. Si nisi rrugtimi yt në profesionin e futbollit? Kur e kuptove ti që nuk ishte vetëm një lojë, por ishte më shumë se kaq? Atëherë, unë personalisht kam qenë i shtyrë nga familja, më tepër vëllezërit, që në moshë të re 7-8 vjeçare. Dhe fakti që jo thjesht po aktivizohesha dhe po stërvitesha për ditë, por pasioni më çonte përtej saj. Kam nisur një kohë të vështirë, vitet 97, pra atëherë ka qenë ajo kulmi, po themi, edhe ka pasur jo pak trazira, por edhe unë nuk ju ndava asnjë ditë fushës së lojës, dhe duke pasur të dëshirë dhe këtë pasion, pa diskutim që edhe shtysa e familjes për më mbrapa ishte akoma dhe më e madhe. E kuptoj, futbolli është ëndra e shumë fëmijëve, por normalisht jo të gjithë arrin të kenë një karrierë të suksesshme apo jo. Kush ka qenë ajo momenti jot i art, le të themi, ose pika kryesore e suksesit tënd? Sigurisht që si çdo futbollist kam pasur ato ulje ngritjet e mia, rrugtimi nga mosha 10 vjeçare deri tek faza e fundit që është pa arritur tek ekipi i parë, pra unë 19 apo 18 vjeçarët. Ka shumë surpriza, kam pasur ulje ngritjet e mia, ndoshta mund të kem edhe kaluar grup mosha skuadras pa rënë në sy, por e rëndësishme është që në momentin e fundit ti jesh gati, pra duhet përpiqesh gjatë gjithë kohës që ti jesh gati që në kohë të vjen ftesa, apo themi, nga ekipi i parë, ti jesh mjaftueshëm i mirë, apo të kesh dhe pak fat që të biesh në sy ato trajner, dhe pa diskutim që duhet dhe një dorë aty, sepse pa nuhatur atë talentin që ti ke, sepse mund ndodhi një ditë që ti nuk je i gati, nuk je në atë formën tënde më të mirë dhe qëllon që duhet presësh disa vite tjera. Dhe kështu mendoj që është shuar ëndra shumë sportistë dhe fatkeqësisht, por qoftë edhe mungesa e strukturave përkatëse bëjnë që edhe shumë sportistë heqin dorë shumë lehtë, pasi e ardhmja thjesht nuk jo vetëm nuk pret, po është e vështirë për së vërtetës, aq më tepër në Shqipëri. Po talentin tënd, kush e spikati për herë të parë? Kam kaluar shumë trajner, por i kam respektuar që nga trajneri i parë që kam pasur Bardyl Hekri dhe më pas Bujar Shara, pra po themi emra shumë të rëndësishëm në formimin profesional, jo thjesht timin, për gjithë atyre talenteve të cilët janë rritur në Akademinë e Tiranës, po gjithashtu edhe Luan Zengla dhe i fundit, po themi jo për nga rëndësia, Ilir Muça, i cili për rreth 2 dekada ka qenë trajneri unë 19 Tiranës, pra përpara atij momenti të rëndësishëm për të kaluar tek ekipi i parë. Ti rritur në një familje tiranëse, ose tiranëse, siç e thoni ju. Si ka qenë fëmijëria jote? E rrethuar me shumë njerëz. Jemi 4 xhaxhallar me një oborr. Edhe un jam djali, domethënë fëmia i 4, po ashtu edhe xhaxhallarët e mi kanë nga 3-4 kalamajt, të cilët tashmë janë bërë burra, fëmijë, dhe kemi edhe që janë bërë gjyshër, kështu që kemi një oborr të mbushur. Mendoj që kjo është një gjë e mirë, sepse jemi rritur me shumë njerëz dhe kemi pasur pranë dashurinë e të gjithë personave të mundë që mund të rrethojnë një familje, po themi, të shëndosh. E ka ndikuar ky element në krijimin e familjes tënde në moshë shumë të re? Ti je një baba i 3 djemve apo jo? Po, më thënë të vërtetën, thoni ju moshë të re, po një bisedë që kam pasur me një mikun tim Hoç, cili gjej rastin ta përshëndesim Ahmet Kalan, i cili i jep gjithëve këshilla pa diskutim, sepse ka të shumë miq futbollista. Një ndër këshillat e tij ka qenë për shembull që kur të ta gëzosh fëmin tënd, kështu që për këtë arsye mund të them që jam pak i vonuar, jo i shpejt. Ti flasim edhe për moshën mesatare, pra edhe për faktin që ke qenë një karrierë të caktuar, atë ka përbërë ndonjëherë familja pengesë për rrugtimin tënd në rrugën e futbollit? Përkundrazi, po të shikosh edhe sportistët më të mëdhej apo të cilët janë, po themi, ikona, qoftë Ronaldo, qoftë Messi, kanë ndërtuar familje në moshë të re,
për të mos u bërë pengesë ajo pjesa tjetër jo e shëndetshme, ku kemi jo pak raste ku ka çuar edhe në përfundimin e shpejtë të karrierës së shumë futbollistëve që ndoshta mund të kishin talentin edhe më të mëdhenj se sa këto dy figura. Për shkak të abuzimeve, po thua po. Pikërisht. Në fakt, si ja del një musliman që të jetë brenda kornizave të tij në një ambient që ka, le të themi, shumë tundime? Është e vërtet. Futbollistat në përgjithësi e kanë pak atë namin, s'po themi të keq, po jo të mirë, sepse mund të jetë edhe mit që ti mund të na çdo gjë e lidhin me atë që ka ndodhur për te 90 minutshit. Kjo nuk është thjesht nga, po themi, fokusi jo thjesht i tepruar, po ndonjëherë edhe abuziv i mediave vizive, apo edhe jo vetëm, por një gjë tjetër ka ekzistuar edhe më përpara, qoftë edhe 3-4 dekada në Angli, domethënë sportistët e futbollistët e famshëm njiheshin për këto, po themi, për abuzimet apo sjelljet jo të mira jashtë fushës së lojës, dhe nuk është e lehtë sepse dashje pa dashje fama i rëmben të gjithë. Por kur ke njerëz të afër, të cilët të këshillojnë, apo ke edhe një, po themi, një edukat familjare, po gjithashtu shumë të rëndësishme është edhe edukata fetare, pa të sqarim që ti i shmangesh këtyre tundimeve dhe preferon atë qetësinë e cila jo thjesht shkon për shtat, po themi, jetës tënde fetare apo familjare, por gjithashtu është edhe shëndetshme për një karrierë futbollistike sa më të gjatë, sepse sporti 35 vjeç je i plakur. Ja, është kjo sfida më e madhe që futbollistët kanë? Mosha? Është shumë e vështirë, madje në vendet e zhvilluar perëndimore ka dhe politika sociale për këto kategori, sepse vjen që ti në moshën 35 vjeçare nuk ke bërë asgjë tjetër në jetë përveç se futboll dhe ke shumë të vështirë për të inkuadruar në shoqëri. Sigurisht bëjmë përjashtim ato të cilët vazhdojnë dhe kanë akoma kontrata profesionale me sponsorë ndryshëm, por shumica e vuajnë shumë këtë pjesë, shpërfytyrojnë edhe fizikisht, shëndoshen, dhe nuk është e lehtë sepse e mirë është ti të kesh diçka tjetër paralelisht, sigurisht pa humbur fokusin tek profesioni kryesor dhe tek ëndra jote, sepse futbolli është më tepër se një lojë futbolli. Është diçka që mbledh edhe tjerët përreth. Pra, futbolli thënë ndryshe nuk ka pa tifoz, por ama në fund të ditës edhe në fund të karrierës shndërrohesh dhe ti një tifoz, pra duhet të përballesh edhe të bëhesh gati për atë ditë. Po fakti që vitet e fundit shikojmë që shumë futbollistë janë konvertuar dhe janë praktikantë musliman, siç kemi parë disa herë që bëjnë edhe rritin e sejdës në momentin që ata fitojnë apo bëjnë gol, le të themi. Si mendon se ka ndikuar kjo në imazhin pozitiv të Islamit? Mendoj se është diçka pozitive, sepse fakti që ka filluar të shfaqet, mund të them që ka qenë një reakcion zinxhir, mund të kenë qenë disa figura fillimisht të cilët e kanë bërë këtë gjë dhe më pas ka shërbyer edhe për të mbutur edhe stereotipi që s'ka asgjë të keqe, përderisa një pjesë e mirë nuk futen në fushë pa bërë kryshin, filluan dhe gjë e mirë është që edhe fetë e këtëra në këtë rast besimi musliman e shpreh falenderimin, jo thjesht në rast të fitore, por gjithashtu edhe kur ka humbje, sepse aty është prova më e madhe. Ose si lutje përpara ndeshjes. Pikërisht. Është diçka që të ndihmon shpirtërisht dhe të jesh i qetë për çdo të papritur që mund sjellë loja, sepse në fund të ditës një skuadër do fitojë. Ka diskutim që po. Të flasim pak për çunat. Çfarë babai jeti? Ai babai disiplinues, duke qenë se edhe sporti i futbollit në një farë, po të gjithë sportin në përgjithësi janë shumë disiplinues për njeriu, apo je gjithmonë babai që argëton siç ndodh të rëndon? Po e nis që jam pak i rrept, pra kur e të kalojnë masë, edhe pse në fund të ditës janë fëmijë, pa diskutim që ka ato kufizimet që nuk duhet i të i kalojnë, pra gjërat e tepruara nuk i toleroj për vërtetës dhe ndoshta mund të tregojmë dhe më i rrep se ç'duhet, por ka disa linja që nuk duhet kalohen. Sigurisht që argëtimin më të madh ato e kanë të lozin futboll, edhe për këtë arsye kam sakrifikuar jo pak
me idenë që unë punoj tek Akademia Tirana dhe për hir të tyre detyrohem të rri dhe 1-2-3 orë ekstra shtesë. Pra pothuajse më shkon 8 orash atje në akademi. Por kur shikon gëzimin e fëmijëve, pa diskutim që është e papërshkrueshme si emocion, dhe siç e thatë dhe ju, disiplina që kultivon sporti tek fëmijët është e pakrahasueshme me çdo fushë tjetër ose lëmi tjetër të jetës. Ja keni sugjeruar juve djemve, apo për shkak se ju kam parë juve në një farë forme ka qenë trashëgimi, dhe a ke menduar ndonjëherë që mos e sugjerosh si profesion apo si sport fëmijëve të tu? I kam lënë të lirë në zgjedhjen e tyre, por duke rikthyer edhe një herë tek pyetja më e pashme, një nga pendesat që pse jo më përpara është që të kishin mundësi dhe fëmijët e mi të më shikonin kur luaja, nuk kanë arritur dot të më shikonin, shumë pak, sa për të qenë jo të vetëdijshëm për të më parë, por ato e kanë shumë pasion, shikojnë shpesh videot e mia në YouTube dhe kanë dëshirë shumë të madhe, domethënë të aktivizohen, edhe sigurisht që unë kam dhënë mbështetjen e duhur, aq sa domethënë ato të jenë të afërt ta ndjerë këtë rrugtim vetë në të ardhmen. Djali i madh ç'moshë moshë ka? 8 vjeç. Po i vogli? I mesmi është 5 dhe i vogli fare 1 vjeç. I vogli fare 1 vjeç. Ti kesh me jetë. Por janë disa rregulla që ti ke vendosur në familjen tënde që nuk i thyen asnjëherë dhe të ka rezultuar të suksesshme. Kjo është çike vështirë sepse ky telefoni na i ka rëmbyer pak fëmijët dhe kjo është edhe pjesa ku un jam i detyruar ta shfaq atë rreptësinë time, por tu vishëm në pektën e trajnerit dhe fjala e trajnerit nuk vë dysh. Po si fjalë e babait, çfarë këshilloni? Fjalën e babait fatkeqësisht kam filluar t'ja marrin kështu zemrën me të mirë. A rezulton gjithmonë e suksesshme? Fatkeqësisht jo, por prandaj kemi edhe këtë rolin tjetër si trajner dhe aty pastaj nuk ka kompromise. A ke pas ndonjëherë rast që ti ke heq dorë nga kontrata apo nga bashkëpunime të ndryshme për të ruajtur qetësinë tënde, paqen tënde apo rregullat e jetës tënde apo të fesë tënde? Unë pjesën time më të madhe të karrierës time kam kaluar te skuadra e Tiranës, pra po themi mbi 10 vjet si lojtar profesionist, edhe 10 vjet më përpara si lojtar i akademisë së saj. Dhe këto 10 vjet të cilat mendoj se kanë qenë më të mira të karrierës time, sigurisht që kam pasur jo pak oferta për t'u larguar nga skuadra dhe një nga jo pengjet e mia personale, por kritikat më të mëdha që më bëjnë rrethi im shoqëror është që pse nuk e le asnjëherë Tiranën. Por Tirana në veçantë dhe shumë gjëra të tjera në përgjithësi ishin një arsye mjaft e mirë për mos sa bërë këtë gjë dhe për mos prishur atë rregullin tim të përditshëm, mbi të cilën ato momente që ti nuk e ke, kupton vërtet se çfarë mirësie ke në këtë rast apo çfarë mirësie të është privuar. Futbolli ka që paguar është? Shohim shpeshherë shifra maramonce. Si është realiteti në Shqipëri? Në Shqipëri pagesat tani janë më të mira se në kohën që unë kam qenë futbollist, por atëherë ka qenë niveli më i lartë. Gjithsesi, krahasuar me vendet me rajonin nuk mund ta krahasoj se jemi më mirë, qoftë në infrastrukturë dhe qoftë në pagesa, por krahasuar me vendet mike fshinje që kemi në për shembull Kroacia apo vende të tjera, janë shumë larg realitetit, por krahasuar me nivelin e jetesës në Shqipëri, një futbollist mund të themi që ka raportin, nuk e di sa është paga mesatare tani në Shqipëri, 1/12. Për mirë. Po. Pra në Shqipëri mund të jetosh mirë me rrogën një futbollisti profesionist. Okej, më bëhet qefi. A ka padrejtësi në futboll? Pa diskutim, si në çdo fush ka padrejtësi, ka që bëhen me dashje, ka që bëhen dhe pa dashje, por në fund të ditës mund të ndodhë që ta kemi hequr dhe në kurriz, por në fund të ditës talenti fiton. Mjafton që ti të mos dorëzohesh. Në moment që ti dorëzohesh, po. Por puna, por talenti e pa shoqëruar pa punë nuk është afat shkurtër. Pra, gjëja e kryesore, nëse ti ke talent, po nuk punove, ai talent benitet me kalimin e kohës. Por nëse ti ke talent dhe i shton më tepër punë dhe disiplinë, pra ti se është
shumë psikologjike dhe nga ana mentale kjo që në pengesën e parë, nëse ti dorëzohesh, atëherë edhe nuk të hyn punë talenti. Por në moment që ti vazhdimëria është shumë e rëndësishme. Përditshmëria, nëse ti nuk shfaqesh çdo ditë, atëherë ti e ke të pamundur. Kur flasim për talent, fëmijët që le të themi janë talent, a kuptohet të kanë atë ylli në ball apo mund ta bëhet dikush edhe me punë? Në rastin e futbollit e kanë në këmbë. E kanë në këmbë. Duket që në momentin e parë që e prekin topin, që në momentin e parë që pa i ardhur topi, se ato çfarë bëjnë? Instinktet pra. Po, në moment që ato e zën hapësirën, mënyra se si ato e kërkojnë topin, i bën që të jenë plus pastaj edhe në futboll është e rëndësishme dhe koordinimi. Pra shpejtësia e mendimit, koordinimi, koha dhe hapësira janë shumë të rëndësishme. A ja thoni për shkak një fëmijë nëse nuk është i talentuar për atë fushë? Po. Duhet gjesh guximin t'ia thuash këtë gjë, por asnjë fëmijë nuk privohet nga ëndra e tij për ta ndjekur këtë gjë, sepse ka pasur përjashtime, por shumë të pakta ku dikush ndoshta nuk ka qenë në nivelin e duhur në një moment të caktuar, e ka pasur atë pikun e tij mbas 6 muajsh. Pra rëndësishme që të gjithë është ta kenë mundësinë. Por fokusi kryesor pa diskutim është ka ata talentet e lindur. Pa diskutim që po. Cila është gënjeshtra më e madhe që njerëzit besojnë për futbollistët? Po këto ndeshjet e shitura e kanë fiksim. Çdo gjë që nuk del sipas mendjes tyre, asnjëherë nuk shiten ndeshjet? Më shumë ka kompromis se shitje ndeshje. Kompromise, okay. Edhe në Shqipëri. Po, ka. Ka pasur periudha që ke pasur vështirësi financiare, edhe pse ke qenë i suksesshëm në fushën e futbollit. Të vetëm moment që mund të them që kam pasur vështirësi financiare, jo në momentin që kam qenë smur, pra në momentet kur kalova një smundje, isha futbollist aktiv, por ajo gjëja që cilën sprovova, padyshim që kërkonte një shumë të konsiderueshme, por në të tilla raste prandaj duhet familja dhe por në momentin që kam qenë futbollist, po themi aktiv, nuk kam pasur asnjë moment ku më është dashur, po themi, të shtri dorën dikujt, jo se është diçka e keqe, po sepse jam i rrethuar me njerëz të cilët edhe nuk më lën kurr mangut asgjë. Kam dëgjuar që në atë periudhë të vështirë nga ana shëndetësore kanë qenë jo vetëm miq, por edhe le të themi kundërshtarët e tu, të cilët janë mobilizuar dhe të kanë mbështetur jashtëzakonisht shumë. Po të gjitha skuadrat e Superligës, pjesa më e mirë e tyre më kanë mbështetur dhe nuk ka raste mjaftueshëm për t'i falendëruar, domethënë gjesi është tepër human, aq më tepër edhe kundërshtarët që kemi në derbi, kështu që diçka për të vlerësuar dhe kur njerëzit bëhen bashkë pa diskutim që prodhon një energji e cila domethënë mund të kalojë çdo pengesë. Çfarë mësimi, nëse kthehemi pas në atë periudhë, çfarë mësimi të ka dhënë kjo lloj sprove, por edhe gjithë procesi deri në rikuperimin tënd, nëse mund të na ndash me ne? Pa diskutim që po, doja të thoja që ndonjëherë tilla raste duket sikur bëhen përsërisht me këto rrëfime, por një këshill që më ka dhënë një doktor në Greqi është që ti duke shprehur këtë gjë, ndoshta ndihmon edhe njerëz të tjerë të cilët kanë kaluar jo vetëm të njëjtën gjë, por ndoshta kanë frikë dhe të rikthehen në fushën e lojës. Dhe kjo ka qenë një nga arsyet sepse unë nuk rresh se përmendur, jo për të bërë përsëritës, por del diçka në paqe dikujt, po themi, i ngelet. Dhe për këtë arsye desha të theksoja që pa diskutim që po mos kishte qenë jo thjesht për mbështetjen, po fillim pare kryesorja është mbështetja tek Zoti, domethënë po mos kishte qenë ajo gjë, ka disa raste që ti nuk e percepton dot se si mund të përballesh me një gjë. Edhe tani që e mendoj, më keq e kanë përjetuar, po themi, njerëzit që kanë pasur afër se sa unë. Dhe kjo faleminderit Zotit 100 herë, sepse kemi pasur jo pak raste të dëgjuara ku pak është me të thonë që të lumen të kokës, por falë Zotit kam qenë, po themi, i vetëdijshëm dhe u përballa duke shijuar, po themi, apo duke falendëruar Zotin për çdo ditë që kalonte dhe shqyrë Zotit që kishte
një shpresë të madhe, e cila ditë pas dite u forcua dhe e them shpesh që nuk kam pasur thjesht një mundësi të dytë, një jetë të dytë, por gjithashtu edhe një karrierë të dytë, sepse pas rikthimit tim kam dalë 3 herë kampion radhasi. Që është shumë motivuese, edhe shumë frymëzuese. Faleminderit. Edhe ishte bravo dhe ishte me të vërtet një këshill shumë e vlefshme dhe sidomos për njerëzit të cilët kanë kaluar këtë lloj sprove dhe normalisht stepja dhe frikja për të rikthyer përsëri aty ku ke qenë është shumë evidente dhe e madhe. Më vjen shumë mirë që dëgjoj. Ama do ashtu edhe diçka të lutem, sepse nga ana profesionale nuk ka qenë shumë e vështirë. Dhe kur më thon tani miqtë e mi, qoftë fizioterapistë e kështu, apo nga rrëfimet e tyre që unë si kam arritur dorë, po më mbrapa ma kam bërë të ditur, mendonin se kishte lujt mensh që duhet filloje prapë me lujt. Pra, më thonë, deri diku kisha filluar të shfaqja si kokfort. Gjë që s'para më vjen natyrshëm kjo gjë, ama isha i bindur sigurisht, edhe nisur edhe nga fjalët e doktorit, se Pa diskutim. kështu që kisha vendosur që ta çoja te timen deri në fund, pra gjeja motiv në atë pjesë që përderisa kisha mundësi të kisha një jetë rregullt, po themi aktive profesionale, të sigurohesha edhe për pjesën tjetër pastaj. Si shikon jetën kur e ke për herë të dytë? A ndryshon çdo gjë, a vlerëson çdo gjë të mundshme, qoftë që më përpara nuk i kishe vënë re ose nuk i kishe dhënë rëndësinë e duhur? Se kam menduar, me thënë drejtën këtë gjë, por sigurisht që se kam menduar sa dhe pjesën tjetër pastaj, se çfarë do ndodhte në qoftë se po themi nuk do e kisha. Do të thonë, çdo gjë e kisha të lidhur, pra themi në ato momente, sapo ishte lindur djali i parë, ishte shumë i vogël, dhe do të thonë, qoftë ka pasur një tërheqje, po themi, e cila nuk më shlonte, ka qenë ajo pjesë. Pastaj qenia njerëzore sigurisht që është pak e çuditshme, sepse në moment që rinis rutina, jo se i harron, sepse ajo nuk është e lehtë për t'u harruar apo për t'u kaluar. Sigurisht që kemi një, do të thënë, e shkuar është nuk, edhe pse njerëzit thonë mund të kaloj, por nuk fshihet, dhe e kemi, po themi, një sy andej mbrapa, por sigurisht që momente që i kam kaluar me njerëzit janë dhuratë, do të thonë, e pachmueshme, dhe përderisa po themi e patha këtë mundësi të dy, jo thjesht të shijoja jetën me fëmijët e mi, apo të kisha edhe fëmijë tjerë mbas gjithë asaj terapie. Do të thonë, ti nuk gjen dot fjalët për shkruese, thjesht i ndihesh falendërues, jo thjesht ndaj njerëzve që ndihmuan, por gjithashtu edhe ndaj faktit që Zoti i bëri sebeb këto njerëz për të marrë ndihmë, po themi, në atë ditë të vështirë. Me Islamin si ka qenë nisja jote, lidhja jote e parë, le të themi? Po, në moshën 10 vjeçare, përpara se sigurisht që impakti më i madh ka qenë gjatë muajit të Ramazanit. U ka dashur shumë vite, po themi, të agjëroja Ramazan përpara se të fillohesha të falesha rregullisht. Në çfarë lagje je rritur? Tek xhamia Kokonoze. Ke xhami po, ke xhamia e Pazarit, xhamia e famshme e Pazarit. Edhe aty të parin, po themi, që kam arritur unë të një në besim ka qenë gjyshim, gjysh Fadili, Zoti më mëshiroj. Dhe nga i më pas vllai në vitet 90-91 me rihapjen e xhamisë së Kokonozit, dhe aty pastaj e mësova rrugën vetë. A të ka mbajtur gjithmonë në linja shumë të mira besimi dhe a je bërë ti sebeb që të ndikosh te shokët e tu për të udhëzuar në fen islame? Jam munduar, jo vetëm tek shokët, por gjithashtu edhe tek familjarët, por doja të thekja që më shumë se mund të mbajtur në linjat e sigurta, më ka penguar nga ato rrugët e këqija. Kjo është e sigurt. Pa diskutim që po, janë në balancë edhe ndalimi nga rrugët e këqija, por edhe qetësia dhe rruga shpirtërore që sot njerëzit po e kërkojnë kaq shumë edhe po mungon kaq shumë. Nëse ka pas një moment që ti je zhgënjur, qoftë nga njerëzit, qoftë nga
diçka nëse dëshiron që ta ndash me ne? Në përgjithësi edhe kur njerëzit po themi më zhgënjejnë, unë nuk mbaj inate. Pra, qoftë se dikush reflekton, për mua ajo gjëja më përpashme nuk ka ndodhur as pak. Nuk kam episode të veçanta, po kështu pengje po themi apo zhgënjime profesionale sigurisht kam pasur, por gjithçka ka kaluar dhe mund të themi që më janë kompensuar deri diku më mbrapa. Këta njerëz në që të kanë zhgënjur, a ke pas mundësi t'i ndihmosh më pas? Nëse të kanë kërkuar ndihmë? Një pjesë e mirë më janë larguar vetë. Okay. Po unë gjithsesi do i ndihmoja. Okej. Ke bërë atë lutjen specifike që apo? Qoftë ja. Jo. Sepse më shumë atë e kam bërë për raste dhe për situata ku po themi dia është e kufizuar, por në tilla raste me persona të veçantë, në moment që kam pasur një të kaluar të mirë me atë person, për mua është gjithçka e hapur për tu, po themi, për të qenë ashtu siç ka qenë. Cila është një gjë që nuk e blen as paga më lart të futbollit? Respektin e kundërshtarit. Ka shumë e vështirë ta fitosh? Ka shumë shembuj në botë për këtë gjë, por shumë pak futbollistë janë duar trokitur në stadiumet kundërshtare ku po themi armiqësia sportive është në kulm. Edhe kjo gjë të bën krenar nga ana profesionale, po nga ana njerëzore, nga ana jetësore? Po, pa diskutim një familje të shëndosh s'ka flori, jo para që e blen apo që mund ta kompensoj. A ke ti Genti frikë si çdo prind i mundshëm, por edhe si baba, se po hu momentet me fëmijët e tu dhe dëshiron që të jesh më prezent me ata? Ka momente dhe ka ditë ku na jemi nuse më bëj shaka, themi e bosi ja shtet si të hikim mëngjes dhe vim darke. Dhe madje periudhën e pushimeve kemi shijuar shumë sepse shkoj që jeni gjithë bashkë, pa telefon, jo, pa angazhime profesionale. Domethënë boll që shtëpia është plot, edhe pse ka shumë rëmuj. A ndihmon ti në punën e shtëpisë ose në detyrat e tua si baba? Shumë, po. Lavatrishën e qaj. Po dhe fëmijët? Mundohen, tani kanë filluar, kur bëjmë pazar, kanë qejf ato t'i vendosin gjërat në vendet e tyre. Okej. Nëse të përmendje një sakrificë që familja jote, bashkëshortja jote ka bërë për ty, cila do të ishte? Po, edukimi i fëmijëve, s'ka gjë më të rëndësishme se ajo. Pasi unë jam fatkeqësisht gjithkohës në lëvizje, ajo është mësuar të gjithë jetën grumbullim, sepse para ndeshjeve gjithmonë shkojmë me ekipin edhe nuk është e lehtë. Por kjo është edhe hapësira që fëmijët përfitojnë edhe mban mami. Ja, okay. Si çdo çift. Nëse fama do t'ikte nesër, kush do të ishte Genti? Ai që ka qenë gjithmonë, se kam problem. Me biçikletë kam shkuar 2010-ën kur kam dalë kampion me Dinamon. Edhe sot e kësaj dite ndodh që të rastis me biçikletë edhe prapë me biçikletë shkoj stërvitje. Ke parë besoj që njerëzit të ndryshojnë mënyrën e jetesës apo karakterin e tyre në bazë të famës apo në bazë të lekëve? Shëgjyrë Zotit kjo gjë nuk ka ndodhur, se siç e thash, tundimi është i madh. Kafen gjithë jetën ke Pazari i Ri e kam pi, edhe më pëlqen akoma të vazhdoj ta pi aty, prej shumë faktorësh kjo gjë. Dhe nuk mendoj që jo thjesht një person me integritet, por gjithashtu edhe një besimtar të mundohet nga këto gjëra të cilat jo thjesht janë sprovuar, po i ka dalë boja me kohë dhe vazhdon të dali boja me kohë. Në bëhet qefi. Ti je shumë i angazhuar dhe tek Nisma Vraplale. Tek klubi sportiv Vraplale. Tek klubi sportiv tashmë. Vraplale. Dhe na flasësh pak më shumë si funksionon edhe kush është angazhimi jot? Që kur lash futbolli, gjetëm një pasion të ri, vrapimin. Dhe fati që u njoha me disa njerëz ku futbolli nuk ishte bashkuar më parë. Besimtar,
dhe bashkë me to vendosëm të themelonim një klub sportiv Vraplale, ku fokusin kryesor ta kishim tek promovimi i jetës së shëndetshme, pra sfidat që ka sot rinia, dhe gjithashtu fokus kryesor ka pasur edhe mbështetja e kauzave të ndryshme sociale, pra jo thjesht për të bërë atë vrapin dhe për të ikur në shtëpi, por gjithashtu për të ngritur kauza, se cilat mund të autizmit, për të shërbyer shoqërisë apo personave të cilët fatkeqësisht nuk kanë gjetur mbështetje apo zë në organet kompetente. Gjithashtu për të vitin 2 të radhazit do marrim pjesë tek panajiri Expo Halal, që është në fillim të shkurtit, 6 me 8 shkurt. 6 me 8 shkurt, dhe gjithashtu po bëhemi gati dhe për edicionin ton të radhës, që kemi gjithmonë javën e fundit të qershorit, dhe ku shpresojmë që të kemi një pjesëmarrje sa më të madhe dhe njerëzit na bashkohen gjithashtu edhe duke i dhënë zë kauzave të ndryshme. Na tregoj pak më shumë se mund të bashkohet një njerëz, ka ndonjë kufizim moshe ose ka disa kritere të cilat duhet të plotësohet, duhet të jetë i aftë fizikisht për të bërë maratonat, apo kush janë kriteret të cilat një njerëz duhet të plotësojë për të bërë pjesë e klubit sportiv Vraplale? Atëherë ne në klubin ton sportiv mund të vinë të gjitha grup moshat, për individet ose për fëmijët ne kemi edhe mundësi trajnimi ku i orientojmë tek trajnerët më të mirë të cilët janë të kësaj fushë, pra të kenë një stërvitje po themi profesionale, ose kush ka dëshirë të ndjeki ëndrrën e të qenurit një sportist apo atlet profesionist, ku edhe pse një vend i vogël dhe pa fare mbështetje ose vetëm një pistë vetme, kemi goxha talente, dhe gjithashtu njerëz të cilët duan të bashkojnë një grupi thjesht për të ndarë eksperiencën e tyre apo për të qenë pjesë e një klubi, për të angazhuar, për të motivuar, pa diskutim, ne kemi rrjetet tona sociale, por gjithashtu edhe ke webi vraplale.com. Po gjithashtu si e thash jemi prezent tek panajiri dhe në rrjetet tona sociale ku bëjmë lajmërime të ndryshme për aktivitete, sepse siç e thash Vraplale ka aktivitetin e saj, por gjithashtu merr pjesë dhe bashkëpunon edhe me shoqata dhe aktivitete të tjera që zhvillohen në Republikën e Shqipërisë. Përse i përket maratonave, a janë vetëm në Tiranë apo janë edhe jashtë Tiranës? Tani po mundohen në përbot të kanë traditë, kanë kulturë, kanë maratona mbi 100 vjeçare dhe ti duhet stërvitesh disa vite që ti të kesh mundësi për të marrë pjesë atje. Ndërsa në Shqipëri më e madhe është ajo e Tiranës, po gjithashtu maratona të bukura ka edhe Pogradeci, Vlora, Durrësi ka bërë këtë vit. Pra po mundohen të gjithë po themi, të gjitha qytetet që ta fusin në programin e tyre për të përfshirë rininë e cila po themi është shumë pasive në këtë moment dhe interesi në përgjithësi për futbollin, për sportin, jo thjesht për këto sporte të caktuara, është në rënje. Maratona që thatë e qershorit është komplet iniciative juaj apo jo? Po, është e jone, madje im Vraplale. Madje im Vraplale ka qenë një aktivitet shumë i suksesshëm në fakt dhe ka qenë pjesëmarrja shumë e madhe, uroj që të keni akoma edhe më shumë pjesëmarrje. Se me të vërtet është një aktivitet që të gjithë e kanë të domosdoshme, sidomos pjesa e rinisë, çunat, gocat e rinisë, të cilat nuk kanë shumë aktivitete për të marrë dhe për të mbushur kohën e tyre, por edhe për të pasur një ndërgjegjësim sa më të mirë për trupin dhe shëndetin e tyre. Siç tham, sfida më e madhe është telefoni dhe normalisht armik pa diskutim. Kështu që jeni, domethënë, përveç se nga ana fizike, jeni dhe gjithmonë këshillues, ndërgjegjësues me komunikimin me të rinjt. Puna më e madhe mendoj që bëhet pas kuintave dhe për ta sjellë tek starti. Në moment që ti e ke sjellë tek starti, ke fituar betejën, sepse ato të cilët vinë për herë të parë provojnë, lënë shenjë dhe rikthehen përsëri. Por për të arritur aty nuk është diçka e lehtë, sepse përveç shumë probleme, njerëzit edhe janë të lodhur nga rutina e përditshme, nga puna dhe ndonjëherë thonë edhe ju keni lujt menç, thonë. Gjeni kohën me bo vrap, por harrojnë benefitet që ka jo thjesht vrapi, por aktiviteti fizik dhe do i kushtonte shumë më pak të bëndi një xhiro tek liçeni sesa të rinte në shtëpi dhe më pas të paguante faturat e doktorit, ilaçeve, mjekëve, aq më tepër që nuk do ndiheshte aq mirë, aq i freskët apo aq
i ri, qofse do kishte kryer një aktivitet fizik të vazhdueshëm. Në diskutim që po, aq më tepër që sporti më i preferuar i shqiptarëve është kafja, kështu që sporti ron. Kjo mbetet me të vërtetë një nisëm shumë e mirë e juaja. Bravo Vraplale. Nëse do të jepi një mesazh të rinjve ose kushdo që po na dëgjon në këtë momente, cila do të ishte këshilla jote? Pa diskutim që duke qenë se jam i fushës së sportit, pra, nëse shikojmë një sport të caktuar thjesht si sport, bëjmë një gabim shumë të madh, sepse sporti është shumë më tepër se aq, eksperjenca që ti merr, jo thjesht me njëri tjetrin, me shokët, por ti të ndodh që në jetën tënde ti, domethënë, të takosh aq shumë njerëz, aq shumë komme të ndryshme, aq shumë persona që ti ndoshta nuk e ke menduar kur, eksperjenca që ti përfiton, qytetet që ti shikon, pra socializimi është një nivel shumë të lartë. Përveç kësaj, jeta e shëndetshme socializimi që ti ke, të jep mundësi që ti të bësh dikushi. Pra, ti mos jesh më ai panjohuri, por njerëzit të thrasin emrin tënd. Dhe për këtë gjë, për këtë ëndër, ja vlen. Pra, ty të ofrohet një skenë ku ti mund të bëhesh shembull, ashtu siç ti ke pasur shembull më përpara, të bëhesh shembull për brezin e ri, dhe ku ka më mirë se ti të promovosh jo thjesht jetën e shëndetshme, por se si rinia apo shoqëria jonë mund të duket në të ardhmen. Falenderoj shumë Genti për këtë bisedë dhe për Faleminderit gjitha juve, mesazhet e tua. kënaqësi. Uroj që shumë njerëz që kanë dëgjuar të jenë furnizuar në rrugtimin e juve. Faleminderit shumë. Të dashur miq, faleminderit shumë për këtë bisedë që na dëgjuat. Siç e kuptuam, për dritat e stadiumit fiken, njeriu është ai që mbetet, vlerat, familja dhe paqja me veten. Gjëra që asnjë kontratë në botë nuk i blen dot. Faleminderit shumë. Miru takofsh në episodin e ardhshëm.